Përshëndetje të dashur, në këtë video kam përzgjedhur foljen bekommen, e cila pra merr pjesë në foljet e pandashme në gjuhën gjermane. Bekommen nuk ndahet pra, por ajo mbetet bashk. Kommen, përndryshe nënkupton foljen me ardh, të vi, por me be parashtresën, ajo merr kuptimin me marr, pra me marr diçka prej dikujt. Pra është folje e jo oficiale, pra është folje e përditshme që përdoret në përditshmëri dhe ajo dallohet pra prej asaj oficiale, pra që merrni ndonjë diçka, siç është ndonjë email nga institucionet. Pra mund ta përdorni bekommen, por oficiale në përshkrime është më së shumti si erhalten folja tjetër, kurse jo si bekommen që e kam marrë tani, por në përditshmëri përdoret kjo folje. Shembulli: Ich bekomme ein Geschenk von meiner Freundin. Unë marr një dhuratë nga shoqja ime. Ich bekomme, pra mbetet bashk, siç e shihni, nuk është sikur te foljet e ndashme. Ein Geschenk nënkupton një dhuratë, von nga, kurse meiner Freundin, shoqja ime. Tu siç e shihni, pra siç e dëgjoni, është fjala për gjinin femërore, Freundin, dhe kur kemi von, faktikisht bëhet fjalë për rasën dhanore. Dhe kur kemi emër të gjinisë femërore siç është Freundin, atëherë për emri pronor mein e merr parapashtesën er, meiner Freundin. Por nëse marrim shembullin Freund, nëse kishim lënë tash Freundin në vend Freundin Freund, atëherë bëhet meinem Freund. Ose edhe të gjinisë asnjë, nëse shembull kur kemi das Mädchen, për shembull e marrim, atëherë gjithashtu përsëri themi das Mädchen ose dem Mädchen, pra me em parapashtesën te përemri pronor për gjinin mashkullore dhe asnjë nëse, dea edhe das, kurse për gjinin femërore me er, pra ich bekomme ein Geschenk von meiner Freundin. Të gjitha videot mund t'i përcjellni në kanalin tim në YouTube Deutsch mit Makbule. Abonohuni për më shumë shpjegime të qarta dhe të lehta të gjuhës gjermane bashkë me mua, me mësuesen Makbule. Ju faleminderit që ndoqët këtë video. Miru pafshim deri në video tjera.